Në 25 tetor, Jurgen Uldedaj në O2 Arena në Londër do ketë ndeshjen e tij të vitit me Rolly Lambert Fogoum, një Kamerunas. Jurgen, si ndihesh? Shkëlqyshëm, gati për shpërthim me datën 25. Shpërthim me datën 25, çfarë do të thënë shpërthim? Si duket? Kameruna si duket shumë i fortë. Shpërthim do të thënë që për herë të parë Shqipëria të ketë një kampion bote. Beson realisht që do bësh kampion bote? Patjetër, po të mos isha besuar, nuk do isha këtu ku jam sot, domethënë. Prit se unë dua ta çek pak me trajnerin. Don Charles, how are you? I'm very well, thank you. How is Jurgen? Is he ready? Jurgen was born ready. Was born ready. Oh my God. We are all waiting. We are all waiting for him. I hope it will be a great match. I believe so. I believe so. This is what he's been waiting for. And the time has come. And I will say, Henry Koha. Erdhi koha Jurgen. Koha. Jurgen, jemi të gjithë me ty. Të lutem me 25 në O2 Arena në Londër, të gjithë syt nga ty. Me njerë mbasi të fitosh titullin. Do bëj maksimumin që të kemi një shqiptar kampion bote. Dhe do vish pastaj drejt për drejt në emision tek unë në opinion. Pa çfat Jurgen, good luck. Don. Thank you. God bless. Thank you.